Mirëmbrëma vëllezër, Zoti ju bekoft. Sa prej jush japin lavdi Zotit. Mirë vëllezër, ju përgëzoj për pjesëmarrjen, për gatishmërinë. Është shumë e bukur. Le të lutemi, pasi çdo minutë është me vlerë, çdo minutë merr edhe më shumë rëndësi duke u gëzuar edhe me prezencën e motrës Maria Luisa. Lavdi Zotit. Më shoqëroni në lutje. Ati lavdis, ati i mirë, Zoti madhërishëm, i mrekullueshëm, besnik, unik, madhështor. Kur si ty o Zot mbi zotat, kur si ty o shumë i lartë në shenjtëri, kur si ty që qeveris mbi gjithçka, kur si ty që zotron madhështin. Është e jotja o ati i mirë. Këtu është kisha jote ati shenjtë në këtë vend të vogël në Miami Beach, në North Bay Village, ku po gëzojmë dhe po lumturohemi në një festë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Çdo ditë të vitit, Zot, ndjejmë hirin tënd dhe mblidhemi për të përlëvduar, për të bekuar, për të përgjëruar në momentet e sëmundjeve, në momentet e ankthit, në momentet e lumturisë, gjithashtu të japim falënderime dhe lavdi. I bekuar Zot, duam të zbukurojmë këtë mbrëmje, këtë natë, duam të lavdërojmë, të themi se të duam, pasi ajo që ke bërë me ne o atë është gjëja më e bukur. Ti o Zot je gjëja më e bukur dhe më e shtrenjtë që kemi në jetë. Të njohurit tënd, se si vepron dhe shfaqesh, se si je manifestuar o atë, se si je madhëruar, duke shtrirë dorën tënde, duke dhënë fjalë çdo ditë të jetës për të na mësuar se ti jeton, ekziston, se ti mbretëron dhe je i vërtet. I lavdishëm Zot, të japim falënderime për këtë moment, që ke sjell këtu shërbëtoren tënde të dashur, të vajosurën tënde të kohëve moderne, motrën tonë Maria Luisa. Kërkojmë për të mbështetje, shëndet, vite të gjata, shumë të gjata jete, në mënyrë që të vazhdojmë të jemi të mësuar, pasi për ne është një çlodhje të njohim Ungjillin, të gëzohemi në të. Dhe të gjitha këto i paraqisim dhe i themi në emrin e lavdishëm dhe të shenjtë të Zotit ton, të shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Amen. Lavdi Zotit. Ju ftoj të zini vend vëllezër, do t'i këndojmë një himn Perëndis ton. Le të nisim t'i këndojmë Zotit ton himnin 235, që të gjithëve ne na pëlqen, me titull Pranë Teje o Zot. Le të këndojmë himnin 235 për të vazhduar të zbukurojmë emrin e Perëndis. T'i këndojmë Zotit të lavdis me gjithë zemrën ton. Pranë Teje duam të jemi gjithmonë, ati dashur.
Beqer, lavdi dhe për lëvdive qofshin gjithnjë për krijuesin e qiellit dhe të tokës. Lavdi Zotit. Le të bekojmë Zotin që jeton me gjithë zemrën tonë. Ju ftojmë tani vëllezër të ngrihemi në këmbë dhe të këndojmë një kor shumë të bukur, sepse e di që jemi plot dëshirë dhe padurim për të marrë, si thot edhe kori që shumë herë këndojmë, burimin nga lart po rrjedh ujin e jetës që shuan etjen tënde. Për këtë kemi ardhur këtë mbrëmje. A nuk është kështu vëllezërit e mi? Jemi të lumtur për këtë. Lavdi Zotit. Le të këndojmë korin numër 9. Tani që ke vënë dorën në parmend. I lartësuar për gjithnjë emri i Zotit. Kush nderon dhe madhëron emrin e Zotit. A jemi gati për mësimin, vëllezërit e mi? Le të mirëpresim me shumë gëzim motrën tonë Maria Luisa. Motër, mirë se erdhët. Lavdi Zotit. Mirëmbrëma, vëllezër dhe motra, Zoti ju bekoft. Gjithashtu përshëndes me shumë përzemërsi të gjithë personat që do të na shohin në këtë video. Një përshëndetje shumë të veçantë për të gjithë ju, sepse unë e di që shumë persona që janë të rinë në kishë dhe për herë të parë marrin pjesë gjithashtu për të parë mësimet, studimet biblike. Kështu që një përshëndetje për të gjithë, Zoti ju bekoft të gjithëve dhe falenderojmë Perëndin ton sepse na lejon përsëri që të jemi këtu në punë. Sa shumë kishte marrë malli sepse gjatë pandemisë kisha të mbyllura çfarë trishtimi, por Zoti na ka mbajtur me dorën e Tij. Dhe studimet biblike më mungonte të qenurit pranë jush, të pasurit kontakt me njerëzit, të flasim dhe që të më pyesin. Kjo më pëlqen shumë gjithashtu sepse duke dhënë mësimin, duke parë kamerën, duke imagjinuar atje njerëzit që dëgjojnë, që shohin, por nuk është e njëjta gjë si të ndash momentet nga afër me vëllezërit dhe motrat. Kështu që unë falenderoj Zotin që më lejon përsëri të filloj me studimet biblike pas kësaj pandemie që na solli kaq shumë trishtim, kaq shumë dhimbje, por gjithashtu përjetuam shumë emocione. Mund të uleni vëllezër dhe motra dhe do të fillojmë këtu studimin ton biblik për të shfrytzuar kohën. Dhe le të kujtojmë se jemi duke lexuar psalmet. Po lexojmë psalmet dhe sot na takon të lexojmë psalmin 73. Psalmi 73 do ta lexojmë për të nderuar Perëndin ton. Dhe thot: me siguri Perëndia është i mirë me Izraelin,
thot, me ata që janë të pastër nga zemra. Këtu, Zoti, duke theksuar se ata që janë të pastër në zemër kanë këtë përfitim të madh që Perëndia të jetë i mirë me ta. Dhe prandaj ne jemi këtu duke luftuar për të qenë të pastër, të kemi një zemër të pastër para Perëndisë tonë. Të kemi një zemër të pastër nga mendimet e këqija, nga ndjenjat e këqija, nga veprimet e këqija, nga të gjitha këto t'i heqim dhe kjo është ajo që quhet zemër e pastër. Dhe thuhet se Perëndia ynë është shumë i mirë me ata që janë të pastër në zemër. Vargu 2, por sa për mua gati po pengoheshin këmbët për pak hapat e mi do të shkisnin, sepse i kisha zili mburravecët, duke parë mirëqenien e njerëzve të këqij. Pra, Zoti Jezu Krisht që është protagonisti, autori i këtyre profecive, i këtyre këngëve të psalmeve, dhe ai e pranonte kur thoshte gati po më pengoheshin këmbët sepse kisha zili. Por kë kishte zili? Thot mburravecët, që ishin kaq arrogant, nuk besonin në Perëndi, nuk e donin rrugën e Zotit dhe përkundrazi përndiqnin ata që po kërkonin Zotin. Dhe pavarësisht kësaj, ai shihte mirëqenien e tyre. Kështu gjithashtu edhe sot ka shumë njerëz që thonë këtë, ka njerëz që thonë, një shumë njerëz të këqij me katar të ligj, të këqij dhe janë milionerë. Po përse? Përse kur ne po kërkojmë Perëndin dhe po bëjmë gjën e mirë të drejtë dhe ne nuk jemi milionerë. Kështu që shihni këtu çfarë thot Zoti, që ai e shikonte këtë, po ashtu. Shihte mosbesuesit, arrogantët, armiqtë e Perëndisë dhe shihte se kishin mirëqenie. Megjithatë, kjo mirëqenie nuk zgjat, është kalimtare. Dhe ndoshta është vetëm për këtë botë, për të jetuar në këtë jetë. Por më e rëndësishme është jeta tjetër që Perëndia na ofron. Më e rëndësishme është se ku do të shkojmë më pas. Pas vdekjes, ku do të jemi me Zotin? Pra kjo është ajo për të cilën ne po luftojmë këtu. Të jemi me Perëndin ton sepse kjo është gjëja më e mirë, kështu që milionat dhe gjithçka, arroganca e mosbesuesve e armiqve të Perëndisë, atyre që nuk besojnë në Zot, mbeten këtu me ta dhe gjithçka humbet, shkatrohet, gjithçka përfundon dhe pas vdekjes atëherë u takon undimi. Mirë, pra thuhet se kishte zili, por jo. Thot vargu 4, sepse nuk ka dhembje në vdekjen e tyre dhe trupi i tyre është i majm, besojnë në paratë e tyre, në fuqinë e tyre, ata nuk po heqin si vdektarët e tjerë, as goditen si njerëzit e tjerë, sepse duke qenë se kanë para gjithçka e arrin, qëndrueshmërinë, stabilitetin e arrin me para, prandaj kryelartësia i rrethon si një gjerdan dhe dhuna i mbështjell si një rob. Syt u dalin jashtë nga dhjami dhe përfytyrimet e çoroditura të zemrës së tyre vërshojnë. Ata tallen dhe kurdisin me pabesi shtypjen, flasin me arrogancë, e drejtojnë gojën e tyre kundër qiellit dhe gjua e tyre përshkron tokën. Këto janë të gjitha ato që bëjnë arrogantët, armiqtë e Perëndisë, ata që nuk duan të pranojnë apo të besojnë se Perëndia ekziston. Dhe në vargun 10 thotë, prandaj njerëzit e tyre kthehen nga jo anë dhe pinë me të madhe ujërat e tyre. Dhe thonë, si është e mundur që Perëndia të di çdo gjë dhe të ketë njohuritë shumë i lartë? Ja, këta janë të pabesë, megjithatë janë gjithmonë të qetë dhe i shtojnë pasuritë e tyre. Më kot pra pastrova zemrën time dhe i lava duart në pafajësinë time, sepse jam goditur tërë ditën dhe ndëshkuar çdo mëngjes. Janë vajtimet që ai përjetoi dhe që përjeton çdo person, burr apo grua, ndjekës të Perëndisë, të cilëve u vin ditë të këqija dhe që armiku i përndjek.
Thot në vargun 15, sikur të kisha thënë, do të flas kështu, ja, do të kisha mohuar brezin e bijve të tu. Atëherë kërkova ta kuptoja këtë gjë, por ajo mu duk shumë e vështirë. Ai nuk donte të binte në të njëjtin nivel dhe as të bënte të njëjtat gjëra që shihte se bënin në botë njerëzit e këqij dhe hileqarë. Vargu 17, derisa hyra në shenjtoren e Perëndisë dhe mora parasysh fundin e tyre, kur thot se tani më nis të ketë bashkësi me Perëndin, nis të njoh Perëndin, të reflektoj rreth Perëndis në fjalën e tij, doktrinën e tij, premtimet e tij. Aty ai kupton cili ishte fundi i këtyre njerëzve, i këtyre të pabesëve, i këtyre personave që bëjnë ligësi dhe që nuk pranojnë ekzistencën e Perëndis, që nuk besojnë në premtimet e Perëndis dhe që nuk e respektojnë, nuk e vlerësojnë Zotin, ashtu siç ndodhi atëherë me Zotin Jezu Krisht, që vetë populli i tij nuk e besoi, por edhe ne sot ne përjetojmë këto situata. Megjithatë ai thot se pasi mendoj të gjitha këto, sepse thot se gati ju penguan këmbët nga zilia ndaj të këqijve, thot se kur nis të ketë të bashkësi lidhjen e afërt me Perëndin, kur nis të njoh Perëndin, mendon ndryshe, edhe ne po ashtu mendojmë ndryshe, sepse ne tani që e njohim Zotin dhe duke ditur se një ditë do të jemi me të në përjetësi, ne nuk me intereson në këtë botë nëse kemi miliona apo bollok, apo nëse nuk kemi, e rëndësishme është që me Perëndin do të kemi paqen e siguruar, do të kemi lumturi, do të kemi gëzim, do të kemi dorën e Perëndis që na ndihmon gjithmonë të ngrihemi në çdo moment të jetës tonë. Dhe një ditë do të kemi jetën e përjetshme. Dhe këtë kuptoi edhe ai po ashtu kur thot se kuptoi fundin e atyre njerëzve. Me siguri ti i vë në vende të rrëshqitshme dhe kështu i bën që të bie në shkatrim. Si u shkatrua në një çast, ata vdiqën të konsumuar nga tmerri. Ashtu si në një ëndër kur zgjohesh, kështu edhe ti o Zot kur të zgjohesh do të përbuzësh pamjen e tyre të kotë. Kur zemra ime acarohej dhe e ndjeja veten sikur më shponin nga brenda. Unë isha i marrë dhe pa kuptim, para teje isha si një kafsh. Por këtu shohim gjithashtu se Zoti Jezus, Zoti po fliste dhe ai po bëhej zëri i popullit. Zëri i popullit të Perëndis, të besimtarve, zëri ynë. Ai bëhej aty zëri ynë duke folur dhe duke bërë sikur kishte dobësit, gabimet e qenieve njerëzore. Dhe ai bënte sikur dhe thoshte, kjo është ajo që do të ndjej populli im, besimtarët e mi, ndjekësit e mi. Këtë do ta ndjejnë një ditë, do të shohin mirëqenien e të këqijve dhe do të thonë po përse. Përse të këqijt kanë begati dhe përse ata që ndjekin rrugën time janë duke jetuar me pak gjëra, duke jetuar një jetë të pranueshme dhe me shumë gjëra që ju mungojnë. Kështu që prandaj thuhet këtu unë isha i marrë. Kur ai thotë se ishte i marrë, Zoti Jezus nuk ishte i marrë. Ne, besimtarët, populli që ai do të formonte, kisha e tij, ne do të ishim të marrë duke menduar këto gjëra dhe duke bërë këto krahasime me botën, me njerëzit që nuk e kanë Perëndin. Thot në vargun 23, por megjithatë unë jam gjithmonë me ty, ti më ke kapur nga dora e djathtë, ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi, i bekuar qoftë Zoti. Kjo është ajo që ne po ashtu duam, dëshirojmë. Cilin kam në qiell veç teje dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njeri veç teje. Lavdi Perëndis tonë. Kë kemi në qiell, kemi Perëndin tonë. Prandaj, përse të dëshirojmë gjëra në tokë, sepse ato kanë një fund, dhe kur ne ikim, asgjë nuk do të marrim me vete. Atëherë, më mirë të jetosh me Perëndin. Më mirë
të njohësh rrugën e Perëndis dhe të jetosh dhe të kesh harmoni dhe bashkësi me të. Kjo është gjëja më e mirë. Vargu 26, mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen, por Perëndia është kështjellja e zemrës ime dhe pjesa ime në përjetësi. Lavdi Perëndis, sepse ja ata që largohen prej teje do të vdesin, por sa për mua, e mira është t'i afrohem Perëndis. E kam bërë Zotin tim, Zotin strehën time, për të treguar gjithë veprat e tua, i bekuar qoftë Zoti dhe lavdi Perëndis ton, për këto fjalë që na japin zemër, që na nxjerrin nga pasiguria, që nuk lejojnë që tek ne në zemrën ton të ekzistojnë vajtimet. Të thuash, përse unë nuk jetoj në botë, po përse duhet të vija në këtë kishë, po përse duhet ta njihja këtë kishë, pse duhet ta dëgjoja Perëndin, dhe që Perëndia më bën të zotohem, dhe më premton dhe më thotë se duhet të jem këtu sepse përndryshe nuk më bekon. Përse? Unë kam dëgjuar njerëz që thonë jo, unë kur jetoja në botë, kur më katoja, unë si kur jetoja më mirë dhe tani që jam këtu në kishë, jam në një situatë të vështirë. Kjo është ajo që njeriu, qenia njerëzore ndonjëherë shpreh, por nuk merr kohën të thellohet rreth jetës së tij, rreth faktit se kush është Perëndia, se cilat janë avantazhet tona nga njohja e rrugës së Zotit, sepse në rrugën e Perëndis ton ne i kemi të gjitha, jemi të lumtur dhe dim të shijojmë gjërat që janë në botë po ashtu. Gjërat që Perëndia ka krijuar, dim të shijojmë natyrën, gjithçka që Perëndia na jep, na ofron, dim ta shijojmë më mirë se po të jetonim në botë. Kështu që falenderojmë Zotin sepse psalmet janë një shkollë e madhe për ne, ku ne mësojmë të lutemi, mësojmë të këndojmë dhe mësojmë të lavdërojmë Perëndin, ta lartësojmë, të paraqitemi para tij dhe përtej kësaj mesazhi që ai na jep na inkurajon shpirtin ton, zemrën ton, kështu që do ta vendosim sot zemrën ton tek pyetjet, veshët po ashtu, tek pyetjet dhe të kërkojmë shpejt e shpejt në Bibël vargjet për të reflektuar rreth Zotit dhe që ju vetë të mësoni, sepse ne mësojmë nga pyetjet, nga ato që njerëzit pyesin, të gjithë mësojmë. Dhe do të fillojmë tani, studimin ton biblik të mbrëmje dhe falenderojmë sërish Perëndin ton, kështu që do të fillojmë me pyetjen e parë. Mirë dita motër, mirë se vini këtu në Miami Beach. Zemrat tona janë të mbushura me shumë gëzim dhe lumturi, sepse Zoti ka lejuar që të kemi privilegjin të jemi përpara jush. Motër Maria Luiza, të gjithë ne që jemi mbledhur këtu, këtë pasdite jemi dëshmitar se ai që na ka folur në këtë vend është Perëndia. Zoti është ai që na ka bërë premtime dhe sipas vullnetit të tij, në kohën e tij ka përmbushur ato në jetën tonë. Unë do doja të dija, motër Maria Luiza, pasi e dim se Perëndia është i drejtë dhe se ai është unik. Përse duke qenë dëshmitar të faktit se ai ka përmbushur çdo njërin nga premtimet në jetën tona, ka momente kur vijnë rrethana të caktuar ose situata në jetën tonë dhe armiku bën të dridhemi. Çfarë na mungon që të mos i lejojmë armikut të bëjë këtë në jetën tona? Ajo që mungon është se harrojmë premtimet që Zoti na bën. Në momentin e vështirësisë, në momentin e mundimeve që është ajo për të cilën vllai pyet, atëherë ne dëshpërohemi, shqetësohemi dhe harrojmë se ekziston një Perëndi i fuqishëm që më ka folur shumë herë në profeci, në ëndra,
kur lexoj Biblën po ashtu, dhe se ai më ka premtuar se duhet të kem besim, sepse Zoti na mëson se kur ne vim këtu, ai na mëson të jetojmë një jetë të drejtë, një jetë të mirë përpara Tij. Dhe ne pra kthehemi në persona dëgjues, ne dëgjojmë, por ne nuk ndalemi të mendojmë dhe të reflektojmë mbi ato premtime, mbi ato fjalë që Perëndia na thotë, dhe prandaj në momentin e vështirësisë, në momentin e mundimeve, atëherë vjen dhe kurajimi, vjen ankthi, frika, mosbesimi, humb besimin, nuk ka besim në atë moment, nuk kemi besim tek Perëndia. Nëse do të kishim besim te Perëndia, ne do të ishim fitimtar gjatë gjithë kohës, çdo ditë të jetës sonë. Duhet të kemi besim dhe të besojmë, por çfarë është të kesh besim? Perëndia ju foli ju bëri premtime, atëherë në momentin e vështirësisë ju thoni jo, kjo nuk ka pse të ndodh, sepse mua Perëndia më ka premtuar këtë gjë, atë gjë tjetër, prandaj kjo që po ndodh, pra është vepër e armikut, dhe ajo që unë duhet të bëj është të lutem dhe t'i kërkoj Perëndis, t'i tregoj Perëndis atë që po më ndodh, duhet t'i flas në lutje, t'i them Zot, po më ndodh kjo gjë, ajo gjë, kam këtë vështirësi, kam këtë gjë që po më mundon, dhe ti më ke premtuar këtë gjë dhe atë gjë tjetër. Gjithashtu Perëndis duhet t'i themi atë që ai na ka premtuar, ne nuk kemi pse t'i mbajmë të gjitha premtimet aty, por në lutjet tona ja kujtojmë. Ne themi kështu se ja kujtojmë, por Zotit nuk i harrohen ato, por ai po dëshiron që ne t'i flasim dhe t'i themi Zot, shiko, ti më ke premtuar këtë gjë, kjo gjë nuk duhet të më ndodh mua, sepse premtimet që ti më ke dhënë janë këto apo ato, dhe unë besoj se ti do të më ndihmosh, dhe unë e di që është armiku që po më vendos këtu kurthe për të më vjedhur paqen dhe që të bëj që unë të shqetësohem dhe të mos kem besim tek ti. Të kesh besim tek Perëndia është diçka që është shumë e vështirë për shumicën e njerëzve që nuk kanë besim tek Zoti, por që në një moment u harrohet gjithçka dhe ndjejnë sikur erdhi fundi. Se erdhi fundi dhe jo. Duhet të kemi besim tek Perëndia. Të kemi besim se nëse erdhi një smundje e rëndë, shkoi personi në spital, është në spital, mjekët thonë që është rënd, se do të vdes brenda disa orëve, ju duhet të kujtoni, të thoni, por nëse mua Perëndia më ka thënë këtë gjë, ose i ka thënë atij personi që është në spital, familjes time i ka thënë shumë gjëra, Perëndia i ka premtuar shumë gjëra, unë nuk besoj se kjo do të ndodh, do të lutem, do t'i kërkoj Perëndis që të qortoj armikun, që armiku të mos vendos kurthe, dhe Zoti do të na ndihmoj, sepse duhet të kem besim në premtimet që Perëndia më ka bërë. Kjo është nga një anë të kemi besim te premtimet, nga ana tjetër të kemi besim te Perëndia. Perëndia është i fuqishëm dhe si i fuqishëm që është, ai do të na ruaj, do të na mbrojë. Më shkruajti një herë një vëlla nga një fshat dhe më thot, unë jam këtu në kish, jam pastori kishës, unë predikoj, dhe më kanë ardhur kërcënime, më kërcënojnë familjen time, mua atëherë unë çfarë të bëj, jam i shqetësuar, i dëshpëruar, nuk di çfarë të bëj, duhet të iki nga ky fshat, nga ky qytet, duhet të iki. T'jam bath sepse më kërcënuan. Atëherë unë i thash, ju kush mendoni se është më i fuqishëm? Perëndia apo ata që ju kanë kërcënuar? I thash, kush është më i fuqishëm? Perëndia apo ata që ju kanë kërcënuar? Kush ka më shumë fuqi, më thoni? Kështu që i thash, pse nuk besoni, përse nuk keni besim tek Perëndia dhe në vend që të shqetësoheni dhe të mendoni që të ikni me vrap, pse nuk gjunjëzoheni, shkoni në dhomën tuaj, në shtëpinë tuaj, në dhomën tuaj, dhe pse nuk gjunjëzoheni dhe i thoni Perëndis, Zot, shiko këto kërcënime që më erdhën. Nëse i keni të shkruara, atëherë ja tregoj Zotit dhe i them, shiko, më erdhën këto kërcënime, ose nëse më erdhën në telefon, i them, më thrasin dhe më thon këtë gjë dhe atë gjë, Zot, më ruaj, çfarë duhet të bëj, të iki apo të qëndroj, Zot, nuk e di, sepse unë e di që kjo është gjë e djallit, por ti do të më drejtosh
dhe unë kam besim se ti je i fuqishëm dhe ti me fuqinë që ke do të largosh gjithë këta njerëz që më kërcënojnë, ata njerëz ziliqar do t'i largosh nga rruga. Kjo është ajo që duhet bërë, këtë i mësova. Kjo është ajo që duhet bërë. Dhe Zoti atëherë dha përgjigjen, mos u shqetëso, vazhdo të jetosh aty ku je, sepse ata njerëz që bëjnë këtë gjë unë do t'i shpërndaj. Dhe nuk do munden ta bëjnë atë gjë. Kjo është të kesh besim te Perëndia. Si të mos kemi besim te Perëndia kur Perëndia është i fuqishëm. Por ne bëjmë sikur vim në kishë dhe bëjmë sikur jemi të shenjtë, sikur i kemi të gjitha dhe jemi të kompletuar në çdo aspekt. Dhe vinë provat, siç ju tregova atë pjesën e kërcënimit, dhe aty menjëherë unë iki me vrap, fshihem diku sepse më harroj se unë kisha një Perëndi të fuqishëm. Që ka një Perëndi të fuqishëm që do të më ruaj dhe unë nuk do të vdes kur njerëzit thonë por kur Perëndia të doj. Kjo u harrua. Në një moment mu harrua gjithçka, si ndihet Zoti, çfarë ndjen Perëndia ynë kur na sheh duke vepruar në atë mënyrë, kur na sheh duke menduar, duke vepruar në këtë mënyrë. Kështu që të kthehem sërish tek pyetja e vllait. Armiku na vendos kurthe në jetë, na vendos shumë vështirësi. Por ne duhet të kapemi pas premtimeve dhe të kemi besim tek Perëndia. Por ama, kjo ka një kusht. Dhe kushti është se duhet të jetojmë një jetë të drejtë përpara Zotit që unë të mund të dëgjohem nga Perëndia. Kjo është pra. Sa e bukur, shumë interesante pyetja, sepse pjesat besuare tek Perëndia njerëzit thonë që e kuptojnë, por njerëzit nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë kesh besim tek Perëndia. Kjo është pra vëllezër dhe motra. Shumë njerëz kanë ardhur tek unë dhe thonë se do t'jere rrëmbenc, që i kanë rrëmbyer, që janë në burg, dhe Perëndia më ka përdorur për t'i ndihmuar dhe për t'u mësuar që të kem besim tek Perëndia, të luten, të thrasin Perëndin dhe Perëndia i ndihmon dhe Perëndia u jep triumfin. Këtë e kam parë gjatë rrugtimit tim me Zotin, kam parë se duhet të kemi besim tek Zoti, sepse nëse nuk kemi besim tek Zoti, jemi të humbur. Prandaj ka një psalm, besoj se është psalmi 125, që thot ata që kanë besim tek Zoti janë të krahasuar me një mal, thot, janë si mali që nuk lëviz, por që qëndron aty. Mali, thot, ashtu janë ata që besojnë tek Perëndia. Atëherë të dashur vëllezër dhe motra, duhet të kemi besim tek Perëndia. Të kemi besim tek Perëndia edhe nëse vjen armiku të bëj të gjitha të këqijat që do të bëj kundër nesh, por kjo duhet të jetojmë mirë përpara Perëndisë, mos harroni të kemi zemër të pastër apo jo. Pyetje tjetër. Motër Maria Luisa, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në kishën e North Bay Village. Pyetja ime gjendet në të parin e Korintasve, kapitulli 13, vargu 9. Të gjithë le të kërkojmë shpejt librin e parë të Korintasve 13 apo jo? Po. Po, motër. Nga cili varg? 9. Vargu 9. Shpejt, libri i parë i Korintasve 13:9, po, motër. Sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Ky varg ka një kuptim shumë të thellë, motër, sepse me kalimin e viteve kemi parë se ka njerëz që dyshojnë shumë të profecia ose hezitojnë shumë të marrin vendime. Gjithmonë presin që Zoti t'ju flas e t'ju thojë se ç'duhet të bëjnë, dhe ka shumë situata ku vëllezër e motra të kishës lën vendin e tyre për të vendosur një shtet tjetër të largët, dhe kështu kalojnë vitet dhe ata bëhen burimi i sigurimit të të ardhurave për familjet e tyre në vendin mëm. Dhe në një moshë më të shtyrë ju kushton të marrin vendimin për të rikthyer të jetojnë në vendin e lindjes, edhe pse mund të jenë duke kaluar vështirësi në vendin ku jetojnë, duke qenë të vetmuar apo shumë të moshuar,
dhe pa shoqërinë e askujt, dhe prapse prap ju kushton të marrin vendim. Për profecinë apo çfarë është ajo që ju doni të thoni lidhur me vargun? Meqense thot në këtë varg se pjesërisht njohim e pjesërisht profetizojmë, atëherë pyes nëse këta njerëz nuk marrin vendime në bazë të njohjes që kanë të doktrinës, por presin që Zoti t'ju thotë në profeci cilin vendim duhet të marrin, që ju kushton të marrin një vendim për të rikthyer në vendin e tyre apo për të qëndruar. Sepse këtu kur thuhet ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht, jep të kuptuar se ne nuk kemi njohurinë e plot të gjithçkaje të Perëndisë, lidhur me Perëndin. Por si njerëz që kemi një njohuri vetëm të një pjesë të vogël, mendimet tona dhe arsyetimi ynë është i kufizuar. Ne kemi një arsyetim të kufizuar, nuk mund të mendojmë më tej, më tutje. Kështu që ka një kufi që Perëndia na e vuri, logjikisht na bëri më shumë inteligjent dhe me më shumë arsyetim se kafshët, por prap kemi një kufi. Kështu që njohuria lidhur me Perëndin dhe me madhështinë e Perëndisë thuhet se është e pjesshme, kemi pjesërisht atë që Perëndia na jep dhe prandaj po ashtu pjesërisht profetizojmë, jo me gjithë plotësinë, sepse Perëndia nuk do të thotë të gjitha gjërat që njerëzit duan, që t'ju thotë të gjitha që nëse do të udhtoj, me çfarë do të udhtoj, me avion, me anije, dhe pastaj arrin në atë vend të gjithçka. Jo, Perëndia flet për gjëra të rëndësishme, ide kryesore, gjëra strategjike janë ato për të cilat Perëndia na flet dhe ndonjëherë na bën të mendojmë se çfarë deshit më thoshte Perëndia kur më tha këtë gjë apo atë gjë. Kjo sepse Perëndia nuk do vi të më thotë të gjitha gjërat pikë për pikë, të gjitha lidhur me atë që ju më thoni me çfarë fjala motër, që ka shumë njerëz që thoni ju që ka njerëz që nuk besojnë tek profecia. Unë mendoj që ka persona që kanë të drejtë lidhur me këtë, kanë të drejtë sepse sidoqoftë në kish ka shumë njerëz që nuk janë kthyer tek Perëndia, ka shumë njerëz që vinë dhe nuk kthehen tek Perëndia, ka njerëz të tjerë që vinë dhe ju kanë bërë magji, kanë frymra të liga dhe këto frymra vinë dhe duan të imitojnë veprën e frymës së shenjtë. Këto frymra hyjnë dhe posedojnë disa persona pas grupuj që nuk kthehen tek Perëndia dhe duan të imitojnë frymën e shenjtë, ta imitojnë si. Duan po ashtu të flasin në gjuhë të tjera sepse dëgjojnë të tjerë që flasin në gjuhë të tjera, duan të profetizojnë sepse dëgjojnë që të tjerë profetizojnë, atëherë ata hyjnë dhe mashtrojnë kishën. Kjo ka ndodhur. Shumë mashtrojnë kishën, mashtrojnë pastorin, na mashtrojnë sepse kjo ka ndodhur. Vetëm kur jemi shumë afër me ata persona, atëherë zbulojmë, por kur i shohim dhe janë nga larg, nuk mund të zbulohen njerëzit, kështu që njeriu jeton i mashtruar nga ai person për një kohë të gjatë. Ata persona janë ata që profetizojnë keq, ata persona të pandershëm që nuk janë kthyer tek Perëndia dhe që janë duke imituar profecinë, duke imituar vëllezërit dhe motrat që përdoren nga Perëndia, ata janë ata që mashtrojnë dhe që profetizojnë keq. Atëherë thuhet profeci e mishit. Ne themi profeci e mishit, por unë do të thoja më mirë profeci të frymrave mashtruese, që hyjnë tek personi dhe atëherë fillojnë të profetizojnë gjërat gabuara. Atëherë vjen fryma mashtruese, përdor një person që nuk është konvertuar, një person të pandershëm e përsëris, dhe i flet personit dhe i thotë ti duhet të udhtosh, duhet të shkosh në një vend tjetër, dhe tani është bërë kjo si shprehje, pjesa që thuhet do të kalosh kufit. Do të kalosh kufit, kjo është një shprehje, kjo është një shpikje, kjo nuk vjen nga fryma e shenjtë. Atëherë personi thotë, duke qenë se më ka thënë se do të kaloj kufit, javën tjetër unë bëj një valizhe gati, e bëj gati valizhen dhe iki, dhe menjëherë shkoj të jetoj në Brazil, në Shtetet e Bashkuara, në Europë, në Spanjë, kudo qoftë, shkoj të jetoj atje. Dhe kalojnë dhe njerëzit kalojnë kufirin, shkojnë pa dokumenta, shkojnë atje për të vuajtur. Dhe ndoshta gjejnë ndonjë punë, kthehen në ata persona që ju thoni, që fillojnë të mbajnë gjithë familjen atje në vendin tjetër, në vendin e origjinës, mbajnë familjen dhe pastaj bëhen të moshuar, sëmuren, lodhen dhe askush nuk u zgjat dorën. Atëherë gjitha kjo pse ndodhi? Nga mungesa e urtësisë,
nga mungesa e inteligjencës, nga mungesa e të qenurit logjik dhe nga të vrapuarit mendit tim, duke i bërë gjërat të nxituara dhe pa pritur. Se kur Perëndia flet gjithçka, Perëndia është i përsosur në gjithçka që premton. Nëse Perëndia ju thot juve se do të udhtoni në vend tjetër, atëherë Perëndia ju paraqet të gjitha lehtësirat për udhtimin, gjithçka u jep, u paraqet. Por me që frymrat mashtruese janë gati për të parë ato që fryma e shenjtë thotë që edhe ata të shkojnë të thonë të ngatrojnë njerëzit, prandaj disa dyshojnë dhe janë mosbesues dhe thonë po më tha këtë, më tha të gjë në profeci që nuk përputhet me jetën time, unë dyshoj, nuk e kuptoj sepse nuk përputhet me jetën time. Sigurisht nuk përputhet me jetën tuaj sepse është një frymë mashtruese që po ju flet, jo fryma e shenjtë. Kjo sjell trishtim, por kjo ndodh në kish. Dhe prandaj kujtoni se vet apostulli Pjetër thoshte, do të ketë persona të rrem siç pati në epokën e antikitetit në të kaluarën, që pati njerëz të rrem mes popullit. Dhe ai thot po ashtu do të ketë të rrem, njerëz të rrem këtu. Po ashtu apostulli Jud thot, do të ketë persona të rrem, mësues të rrem, njerëz të rrem që fillojnë të flasin dhe të mësojnë ato gjëra që nuk janë, sepse janë frymra mashtrues për të mashtruar njerëzit. Prandaj ne duhet të luftojmë. Si? Dhe të luftojmë të kemi një zemër të pastër para Perëndisë dhe Perëndia na jep aftësinë për të dalluar gjërat, ose Perëndia na ruan dhe na mbron nga mashtrimi, nga gënjeshtra, nga frymrat mashtrues. Ju ndërpreva kur thoshit se vuajnë dhe nuk ka kush të kujdeset për ta. Dhe çfarë do të shtoni më tepër, motër? Po, kjo ishte që ju kushton të marrin një vendim për të rikthyer në vendin e tyre apo për të qëndruar. Sepse u është thënë që të vinin ose që të udhtonin. Po, por ka ndodhur shumë kohë më parë dhe jetojnë këtu prej kohësh. Dhe ju kushton të kthehen në vendin e tyre dhe duan që Zoti t'ju thotë, sepse nëse nuk ju e thot, ata nuk kthehen. Sepse ajo që mungon është që t'jemi realist, sepse njeriu duhet të jetë realist dhe të thotë, nëse unë jam duke vuajtur këtu, jam vetëm dhe vuaj, atëherë çfarë duhet të bëj? Të kthehem. Dhe çfarë do të thotë kjo? Që nuk ishte vullneti i Perëndisë që unë të vija këtu në këtë vend, sepse Perëndia nuk do të më sillte këtu që të vuaja. Dhe atëherë duke qenë se shoh se gjërat nuk dolën siç mendoja, atëherë u gabova, atëherë duhet të kthehem. Nuk duhet të pres që Perëndia të më udhëheq në këto gjëra, sepse me siguri Perëndia nuk do t'ju thotë këtë. Kjo është ajo që ndodh, motër, por le të themi cili është shqetësimi juaj realisht. Ishte kjo, kur njerëzit kanë këtë njohje dhe ju kushton të marrin vendime. Dhe ajo është duke pritur që t'i profetizojnë që të kthehet. Po, këto janë gjëra që ndoshta janë gjëra kaq të vogla që Perëndia nuk i thot, ose me siguri një ditë ndoshta Perëndia, nëse ky person e meriton, nëse është i denj para Perëndisë, që realisht përpara Perëndisë meriton bekimin e Perëndisë, Perëndia do t'i jap një përgjigje, madje përmes ëndrave. Madje do të çojë një ëndër dhe do t'i thotë ktheu atje, por gjithashtu duhet që personi të jetë pranë me Zotin, të jemi me të vërtet mirë me Perëndin, që Perëndia të na flas, të na udhëheq, ose Perëndia të na flas madje edhe për gjërat e vogla, gjërat e parëndësishme, me siguri është po ashtu Perëndia na udhëheq në këto gjëra, por ne gjithashtu duhet jetojmë shumë mirë para Perëndisë, që Perëndia ta bëj këtë gjë me ne. Ditën që ju të njihni njerëz, si ata për të cilët ju po më tregoni, këshillojini. Ju u thoni, ju jetoni një jetë të drejtë në sy të Perëndisë dhe do të shihni se si Perëndia do t'ju drejtojë dhe do t'ju tregojë në ëndër se çfarë duhet bëni. Kjo është pra mirë, falënderit po vëlla. Mirëmbrëma motër Maria Luisa. Para së gjithash dua të shpreh mirënjohjen time për përkushtimin dhe dashurinë tuaj ndaj Perëndisë. Ju drejtohem me një pyetje që bazohet në librin e Zanafillës, kapitulli 2, vargu 18. Pastaj Zoti Perëndi tha: nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Unë do t'i bëj një ndihmë që i përshtatet. Pyetja ime lidhet me situatën e disa vëllezërve dhe motrave në kish, të cilët kanë pritur bekimin e martesës për një periudhë të gjatë kohe, mbi 5, 10 apo 15 vjet.
dhe nuk e kanë gjetur atë bekim. Për më tepër, jeta sociale apo shoqërore e disa vëllezërve dhe motrave është e kufizuar për shkak të detyrimeve në punë, në shkollë, përgjegjësive në kishë dhe në familje. Po ashtu në disa raste kanë pak ose as pak kontakt me persona jashtë kishës, nuk gjejnë mundësinë për të dalë dhe për të njohur persona të tjerë, dhe mund të formohet një lloj fanatizmi. Pyetja ime është, a mund të jetë kjo një pjesë e arsyes pse janë ende beqar? Ju falenderoj për diturinë tuaj dhe kërkoj të ndani me ne këndvështrimin tuaj, se cila mund të jetë arsyeja për disa vëllezër apo motra që presin një kohë të gjatë për të pasur bekimin e martesës. Çfarë këshille mund të na jepni se si të menaxhojmë ekuilibrin midis përgjegjësive në kishë, në punë dhe jetës sociale? Mirë, motër. Motra thot në fillim se motrat ose shqetësohen shumë për të martuar. Dhe njëherë unë u thoja, mirë, për disa martesa është bekim dhe për disa është mundim. Mirë, kur nuk jemi të drejtuar nga Perëndia, kjo gjë kthehet në një problem, në një gjë që na mundon më shumë se sa në një bekim. Kështu që askush, ka një thënie, ka një shprehje që thot askush nuk vdes para kohe. Çdo personi i vjen dita e tij. I vjen mundësia për diçka në jetë dhe i vjen po ashtu mundësia për të martuar. Mundësia për të martuar i vjen personit edhe nëse del, edhe nëse nuk del. Nuk ka nevojë që të dalë të socializohet, të shoqërohet, të jetë atje i përzier me një grup njerëzish, sepse është e rrezikshme që të njohë dikë dhe nga ngutja, nga të nxituarit, nga të qenurit të shqetësuar për të martuar, atëherë pranon aty atë që nuk është për të mirën e tij apo të saj. Është më mirë të drejtohemi nga Perëndia dhe të presim që të jetë Perëndia ai që i jep personit atë që është për të mirën e tij apo të saj, atë që i leverdis. Por vëllezër dhe motra, gjithçka që ne duam të fitojmë përpara Perëndis, që Perëndia të na e jap, që Perëndia të na e vendos në rrugën tonë, që Perëndia të projektojë jetën tonë, fatin tonë, le ta themi kështu, që Perëndia të bëjë këtë me ne duhet të fitojmë zemrën e Perëndis. Nëse ne nuk fitojmë zemrën e Zotit, atëherë do të jemi vetëm në jetë, të pambrojtur vetëm. Dhe ditën që paraqitet një burr, një grua për të martuar, atëherë personi nuk di, shqetësohet dhe thot, nuk e di nëse më leverdis apo nuk më leverdis, kjo është pra. Dhe nuk është çështja që të dalë të socializohet, të shoqërohet, ose çështja që ka shumë punë dhe nuk ka kohë të flas me askënd, nuk është kjo, sepse njeriu dëgjon shumë raste në jetë. Me raste dikush hyn në një restoran, në një kafene, dhe nëse Perëndia do që aty të njohë atë që do të jetë bashkëshortja, aty ja paraqet bashkëshorten dhe kaq. U njohën dhe kaq, sepse ajo që bën Perëndia është e përsosur. Ne nuk kemi pse të ndihmojmë Perëndin. Atëherë unë them, unë do të ndihmoj Perëndin dhe si do të dalë të socializohem, të shoqërohem, do të takoj shumë burra, shumë gra, do të shkoj në klub, do të jem atje në qendër tregtare, në butik, në dyqane, atje ku ka shumë njerëz, në sheshe, si i quajnë, dhe atëherë do të rri me shumë njerëz të shoh nëse gjej dikë. Jo, kjo është gabim të mendosh këto gjëra. Është e rrezikshme të gjesh një person çfarëdo, por nëse gjen një person atje që është plot me frymre, një të çmendur, burr apo grua, sepse kjo ka ndodhur, atëherë kjo është shqetësuese. Nuk është mungesa e të dalurit, të socializuarit, ose fakti që punon shumë orë, ose që ka shumë angazhime në kishë dhe këto nuk e lejojnë që të flasë me dikë, të njohë dikë, kjo nuk është kështu, është Perëndia. Është Perëndia ai që vendos për çdo person atë që është për të mirën e tyre. Nëse dëshiron të jap një bekim, atëherë do të jap një bekim. Nëse dëshiron të jap një sprov, një mundim për diçka, atëherë Perëndia gjithashtu do ta bëjë. Por varet gjithçka nga Perëndia. Atëherë vëllezërit dhe motrat, duke qenë se po flas për shumë njerëz, të gjithë vëllezërit dhe motrat mos u shqetësoni ata që dëshirojnë të martohen. Mos u shqetësoni, vetëm lutjuni dhe kërkojini Perëndis dhe i thoni Perëndis që Perëndia të vendos në rrugën tuaj personin e duhur që të mos gaboheni.
Kjo është ajo që duhet të kërkoni dhe kini besim tek Perëndia dhe mos u shqetësoni, mos jini në ankth, sepse nëse Perëndia e ka këtë gjë për ju, ashtu do të ndodhë. Gjithashtu le të kujtojmë, vëllezër dhe motra, që në jetë ekzistojnë mallkime, magji, mallkime, dhe unë njoh familje që u kanë bërë kaq shumë mallkime, saqë fryma e shenjtë thoshte, ju në botë ju kanë bërë shumë mallkime dhe kanë shkuar për ju tek shtrigat, tek magjistarët, që ju kur të mos martoheshin. Ky ishte mallkimi, që kur të mos martoheshin, por që t'jetonin kështu vetëm gjithë jetën. Unë kam pasur këto përvoja me shumë persone që fryma e shenjtë u ka thënë këtë gjë, dhe kështu që na është dashur që të lutemi me shumë vënie duarsh dhe të qortojmë këto mallkime dhe këta persona të jetojnë mirë para Perëndisë, dhe të kenë zemër të pastër dhe të fitojnë zemrën e Perëndisë, që Perëndia tu hiqte këto mallkime dhe që këta persona të arrinin të kishin martesën e tyre. Kështu që të gjitha këto duhet i kemi parasysh. Në shumë familje ekzistojnë po ashtu këto mallkime, dhe atëherë ju i thoni Zotit, Zot, ju burr ose grua që dëshironi të martoheni dhe nuk ju vjen dita, i thoni Zot, mos kam ndonjë mallkim, mos më kam bërë ndonjë mallkim, sepse shiko moshën që kam dhe ende nuk kam një person pranë, një shoqe, një shok. Zot, mos është një mallkim, nëse është kështu, Zot, hiqe dhe më ndihmo. Por jeni ju që duhet të keni bashkësi me Perëndin, të flisni me Perëndin, flisni me të si të ishte një mik, dhe do të shihni se si ju do të keni rezultate të mira, dhe Zoti do t'ju përgjigje dhe do t'ju jap atë që me të vërtet është për të mirën tuaj. Kjo është pra. Mirë, vazhdojmë mëtej. Mirëmbrëma motër Maria Luisa, është një kënaqësi e pafundme për kishën e North Bay Village që ju ketë sërish këtu. Motër, nëse më lejoni, kam një pyetje nga Bibla dhe një pyetje nga libri për jetimeve. Në Bibël gjendet në Psalmet, kapitulli 55, vargu 12 deri në 15. Në Psalmin 55, shpejt, vargu 12? Po, motër. Po, vëlla, mund të lexoni. Lexoj për nderin dhe lavdinë e Zotit, sepse nuk ka qenë një armiku im që tallej me mua, për ndryshe do ta kisha duruar. Nuk ka qenë një që më urrente ai që u ngrit kundrejt meje, ndryshe do t'i isha fshehur atij, por ke qenë ti, si një njeri si unë, shoku im dhe miku im i ngushtë. Bënim bashk biseda të këndshme dhe shkonim bashk në shtëpinë e Perëndisë. I zënd befas vdekja u ulshin të gjallë në Sheol, sepse në banesat e tyre dhe mes tyre nuk ka vece ligësi. Motër, dim se në këto vargje Zoti Jezu Krisht ishte duke folur me anë të mbretit David, dhe duke ju referuar njerëzve të vakët shpirtërisht dhe tradhtar, si rasti Judës Iskariot. Dhe këto vargje ju dedikohen njerëzve që kanë njohur dashurinë dhe mëshirën e Zotit, e megjithatë kanë dalë kundër tij. Motër, nëse një person që njeh Zotin dhe kishën a tradhton, neve personalisht apo kishën, a duhet të bëhet kjo shkak që ne të rreshtim së luturi për ta, dhe si vepron mëshira e Zotit në këto raste? Faleminderit. Ne do të ndalojmë se luturi për këta persona kur ata shndrohen në armiq të Perëndisë. Kur janë armiq personal të mit, që u bë armiku im sepse më kishte zili, sepse nuk i pëlqej ose çfarë do qoftë, por që beson te Perëndia dhe po kërkon Perëndin dhe që ka besim te Perëndia, kërkon Perëndin e kështu me radhë, atëherë unë duhet ta injoroj atë person dhe të pres që një ditë të ndryshoj, sepse ndoshta ka frymra të këqij që e posedojnë këtë person dhe prandaj sillet në atë mënyrë me mua, një ditë do të ndryshoj dhe e injoroj dhe i kërkoj Perëndisë që ta çliroj. Kjo është mënyra për të lutur. Por për armiqtë e Perëndisë nuk duhet të lutemi për ta, por përkundrazi këtu Zoti kërkonte hakmarrje për ta, për armiqtë e Perëndisë. Këtu në Psalme gjejmë shumë vargje ku Zoti kërkon hakmarrje për armiqtë që ishin kundër Perëndisë dhe ai kërkon që Perëndia t'i ndëshkojë. Atëherë shohim këto dy rrugë të ndryshme
në dukje kontradiktore, por nuk është kështu. Sepse Zoti Jezus kur thoshte, mos e urre armikun tënd, por përkundrazi, zgjati dorën dhe ndihmoje në moment, por e thoshte këtë sepse i referohej armikut personal të personit dhe jo armikut të Perëndis, siç për shembull ishin ata që ishin kundër Zotit Jezu Krisht, që e quan në kryq, ata po ishin armiqtë e Perëndis dhe Zoti nuk lutej për ta, por përkundrazi thoshte atit ndëshkoj sepse kjo është ajo që ata meritojnë. Mirë vëlla. Motër, nëse më lejoni edhe një pyetje nga libri i përjetimeve. Në librin e përjetimeve gjendet një paragraf ku ju tregoni se si zonja Dora i jep profeci vëllait Luis, ku i thot: do të jesh profet, do të kesh të gjitha dhuntit frymërore, do të jap pushtet dhe autoritet, do të mbështes, do t'ju shpërndash të tjerëve frymën e shenjtë, do t'ju predikosh shumë njerëzve, do të jap pushtet për të lidhur dhe zgjidhur, do të dëbosh demonët dhe do të lutesh për nevojat e njerëzve. Motër, nuk e kam të qartë dhuntin e të lidhurit dhe të zgjidhurit. Nëse ju mu të ma shpjegonit, ju lutem. Shumë faleminderit. Mirë, të lidhurit dhe të zgjidhurit që është ajo për të cilën Zoti Jezu Krisht ju foli gjithashtu apostujve të tij, dishepujve të tij lidhur me atë që do të lidhte, kur i foli Pjetrit i tha: dhe që të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qell, dhe që të kesh zgjidhur në tokë, do të jetë zgjidhur në qell. Kjo do të thotë fjala e Zotit. Fjala e Zotit, le të themi, më vjen tek unë një person dhe më thotë se ka probleme, konflikte, vuajtje ose ndonjë sëmundje, ose ndoshta thotë do të më bëj një operacion dhe është i rrezikshëm, mjekët thonë se ndoshta do të mbetem aty, do të vdes gjatë operacionit, janë i shqetësuar në ankth sepse duhet të më bëjnë atë operacion. Atëherë unë i them, mos u shqetëso sepse do t'ju shkojë çdo gjë shumë mirë në operacion. Mos u shqetësoni. Do t'ju shkojë shumë mirë në operacion, do të dalësh mirë dhe do t'ju shkojë çdo gjë shumë mirë, i them unë. Atëherë aty unë po lidh rrezikun e saj, por atë po e zgjidh duke i thënë mos ke frikë, bëj operacionin sepse do t'ju shkojë shumë mirë. Dhe Perëndia më dëgjon që unë ja them këtë këtij personi, dhe atëherë Perëndia mbështet fjalët e mia për të lidhur dhe për të zgjidhur. Dhe i mbështet në mënyrë të tillë që ajo shkon, bën operacionin, i shkon çdo gjë mirë dhe pastaj vjen dhe më tregon dhe më thot, më shkoi çdo gjë mirë ashtu si ju ma that. Përse? Përse Perëndia? Sepse Perëndia lidh dhe zgjidh. Pra lidh atë që është në tokë, do të thotë ne qeniet njerëzore. Kjo është ajo që thotë, ti do të lidhesh në tokë dhe ajo që do të lidhesh në tokë do të jetë e lidhur, po ashtu Perëndia e lidh. Nëse ti e zgjidh në tokë, Perëndia po ashtu e zgjidh. Kjo është pra. Nëse unë deklaroj një bekim për personin, Perëndia ja jep bekimin personit. Por nëse unë deklaroj që do të shkoj diçka keq, që do të shkoj keq në diçka, edhe pse kjo nuk duhet bërë, por mua një herë më ndodhi, pa vetdije, deklarova diçka të keqe për një person, por unë nuk e dija në atë kohë që Perëndia më kishte dhënë dhuntit, atëherë unë pash që ajo që i thash atij personi u përmbush. U shqetësova dhe thash në të ardhmen duhet të jem shumë e kujdesshme për atë që flas. Atëherë të lidhurit kur thot se që të kesh lidhur mbi tokë do të jetë lidhur në qell, është sepse toka jemi ne dhe qelli është Perëndia. Atëherë ajo që ne njerëzit kur kemi dhuntit frymërore, sepse po flet për një person që ka dhuntit frymërore, atëherë thot se ai person që ka lidhur gjëra në tokë, thot se ato do të lidhen në qell, sepse Perëndia vepron. Atëherë ajo që unë i them personit, Perëndia e përmbush. Atëherë unë jam në tokë dhe Perëndia është qelli dhe Perëndia le të themi konfirmon fjalët, i përmbush ato fjalë të thëna nga ky person që mund të jetë një profet ose mund të jetë një profetesh. Atëherë kjo është ajo që quhet të lidhesh dhe të zgjidhesh. Kështu që prandaj kur unë zbulova se Perëndia më kishte dhënë këto dhunti, unë mundohem dhe gjithmonë u flas njerëzve, u flas me pozitivitet, le të themi, çdo gjë të mirë, çdo gjë të bukur, dhe kur unë kam dyshim për diçka, kur nuk ndjej në zemër të jap ndonjë përgjigje,
sepse në atë moment, sikur Perëndia nuk më jep përgjigjen dhe nuk mund të them as po as jo, atëherë më mirë unë nuk flas. Më mirë nuk i them asgjë, vetëm i them lutu dhe ki besim tek Perëndia sepse ai do t'ju ndihmoj dhe ai me siguri do t'ju tregoj, do t'ju drejtoj që ju të dini se çfarë të bëni. Por kjo është ajo që quhet të lidhesh dhe të zgjidhesh. Dhe e gjithë kjo, pra gjithë këto dhundi, gjithçka që Perëndia i foli përmes asaj motre, vllait Luis, gjithçka u përmbush sepse ai përjetoi këto gjëra, Perëndia e përdorte ashtu, ai e përdorte vetëm se ai po u tha me raste pak gjëra të këqija njerëzve, njëherë tha dikujt, ju do të humbisni atë biznes, ju do të falimentoni. Sepse ai harronte që Perëndia i kishte thënë të kishte shumë kujdes për atë që fliste, sepse ai do të përmbushte gjithçka, qofte e mirë apo e keqe, dhe ai harronte këtë, dhe kur po fliste me personin, harroi dhe i tha ju do të falimentoni me atë biznes. Dhe biznesi i personit falimentoi. Kështu që kjo është ajo që quhet të lidhesh dhe të zgjidhesh. Dhe për këtë arsye mua më pëlqen të them njerëzve gjëra të bukura, sepse Zoti e di që mua më pëlqen gjithçka e bukur, që njerëzve t'ju shkojë mirë të gjithëve. T'ju shkojë mirë, që të triumfojnë, të fitojnë, që të jenë të lumtur. Unë jam nga kjo anë. Prandaj në ëndrrën që pash kur isha fëmijë, kur Zoti më tha që ta ndihmoja të zgjidhja shpirtrat për në ferr dhe për në qell, unë të gjitha i dërgoja në qell fshehurazi nga ai, të gjitha për në qell, unë nuk dërgoja asnjë në ferr, të gjitha në qell. Ky është personaliteti im, që unë i dëshiroj më të mirën çdo personi dhe vuaj për vuajtjen e njerëzve dhe i kërkoj Perëndisë që t'i ndihmoj, që Perëndia të ketë mëshirë dhe të bëjë mrekullinë tek njerëzit, sepse kjo është pjesë e lumturisë sime gjithashtu. Mirë vëlla. Shumë e mirë pyetja juaj, vazhdojmë. Mirë mbrëma motër, pyetja ime është në Bibël, në librin e Levitikut, kapitulli 17, në vargun 10, thuhet, në rast se dikush. Levitiku 17:10. Po, në rast se dikush nga shtëpia e Izraelit apo nga të huajt që banojnë midis jush, ha çfarë do lloj gjaku, unë do ta kthej fytyrën time kundër atij që ha gjak dhe do ta shfaros në mes të popullit të tij. Këtu ati qellor po jep urdhërime popullit të Izraelit, disa prej të cilave ishin shumë strikte dhe duhet të përmbusheshin plotësisht. Më tej, në vargun 11 thuhet, sepse jeta e mishit është në gjak. Prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën. I referohem më tej dhjatës së re, librit të Hebrejve, ku përsëri përmendet gjaku, duke pasur parasysh beslidhjen e re dhe duke pasur parasysh trashëgiminë e re që kemi në Krishtin Jezus. Duke parashtruar faktin se Zoti ynë Jezu Krisht, siç thon shkrimet, derdhi madje dhe pikën e fundit të gjakut për mëkatet tona. Por pyetja ime motër përqendrohet te libri i Hebrejve kapitulli 9 në vargu 23 ku thuhet: Ishte pra e nevojshme që format e gjërave qellore të pastroheshin me këto gjëra, por vetë gjërat qellore me flijime më të mira se këto, sepse Krishti nuk hyri në një shenjtore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllese asaj të vërtet, por në vetë qiellin për t'u shfaqur tani përpara Perëndisë për ne. Do të doja motër nëse mund të flisni më gjerë lidhur me pjesën që ka të bëjë me pastrimin dhe që përmendet në vargun 22, ku thuhet: dhe sipas ligjit, gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut, dhe pa derdhur gjakun nuk ka ndjesë. Në antikitet, në të kaluarën në popullin e Izraelit, Perëndia vendosi priftrinë dhe levit në popull. Dhe Perëndia u mësoi se duhej që të flijonin kafsh dhe se me gjakun e kafshëve, kryeprifti duhej një herë çdo vit të spërkaste popullin me atë gjak që t'u faleshin mëkatet. Këtë e bënte çdo vit kryeprifti. Bënin flijimin e kafshëve, nxirrnin gjakun
dhe pastaj prifti i lyente të gjithë me gjak të gjithëve dhe në këtë mënyrë mëkatet faleshin. Kështu që për këtë arsye thuhet këtu që sipas ligjit gati të gjitha gjërat pastroheshin me anë të gjakut. Pastroheshin me gjak bëhej falja e mëkateve dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjes ose falje mëkatesh. Zoti ynë Jezu Krisht thuhet se si një qengj, ai dha jetën e tij dhe ai derdhi gjakun e tij dhe në mënyrë simbolike ai gjak që ai derdhi në kryqin e Kalvarit thuhet se është për të falur mëkatet e njerëzve që nga ai moment deri në ditën kur Zoti të vijë mbi re, atëherë njerëzit në mënyrë simbolike, ata që besojnë dhe pranojnë që Zoti Jezu Krisht është Perëndi, që është biri i Perëndisë, që është e vetmja rrugë që të çon jetën e përjetshme dhe besojmë tek ai, atëherë ai në mënyrë simbolike na pastron, na ka pastruar me gjakun e tij. Pra tani më gjërat janë simbolike dhe jo fizike. Atëherë për këtë arsye thotë se në të kaluarën ishte pra e nevojshme që format e gjërave qellore të ishin të pastruara me këto gjëra. Me gjak, në antikitet gjithçka pastrohej me gjak, por ishte një formë për të simbolizuar gjërat qellore. Dhe thot, por vetë gjërat qellore me flijime më të mira se këto. Gjërat qellore thuhet që është Ungjilli i Zotit, duke qenë se tani është një popull shpirtëror, tani më nuk është një popull fizik, por një popull në kuptimin shpirtëror, kisha e Zotit ku ai formon burra dhe gra nga çdo vend që të kthehen tek Perëndia, atëherë Zoti i pastron me gjakun e tij në momentin kur njerëzit besojnë, pranojnë dhe ndjekin rrugën e Zotit. Pra, thot se këto gjëra fizike të së kaluarës ishin forma që kishin atë simbolik. Megjithatë, Zoti Jezu Krisht ishte kaq i rëndësishëm dhe më i rëndësishëm se vetë kafshët që ata flijonin, ai ishte aq i rëndësishëm sa ai akt që bëri në kryqin e Kalvarit, ishte aq i përsosur sa ai e bëri këtë gjë vetëm një herë në jetë. Pra thuhet sepse Krishti nuk hyri në një shenjtore të bërë me dorë, do me thënë tempulli që kishin judejt në të kaluarën, sepse në tempull bënin flijimet e kafshëve, dhe thuhet se Zoti Jezus nuk hyri në shenjtoren e bërë nga duart e njerëzve në ndërtesën fizike, thot shëmbëlles e asaj të vërtet, por ai tempull ishte shëmbëltyra ose simboli i tempullit të vërtet që është shpirtëror, që është kisha e Zotit Jezu Krisht, besimtarët, ky është tempulli shpirtëror. Shëmbëltyra ishte tempulli i antikitetit, lashtësisë, por që Jezusi hyri në vetë qellin për tu shfaqur para Perëndisë për ne. Atëherë Zoti Jezus si kryeprift, ai derdhi gjakun e tij kështu që na pastron. Kjo është ajo për të cilën flasin këto vargje dhe thot dhe jo për të ofruar shumë herë siç ndodhte në lashtësi, që gjithmonë flijonin kafsh dhe gjithmonë prifti pastronte njerëzit, jo, thuhet se këtu Zoti Jezus hyri vetëm një herë për të bërë flijimin dhe pastrimin, kështu që ata që kanë besuar, që tani më kanë besuar, janë pastruar, ata që besojnë sot, që do të besojnë në të ardhmen, do të pastrohen, por në mënyrë simbolike, shpirtërore. Mirë, vazhdojmë po motër. Mirë mbrëma motër, duhet t'ju bëj një pyetje për të thelluar në njohjen e Zotit e lidhur me dashurinë dhe mëshirën për krimin e tij. Nga ana doktrinore, Bibla na mëson se duhet jemi të gatshëm për të lavdëruar, lutur, shërbyer dhe për të lexuar fjalën e tij, duke kuptuar se gjitha kjo është një proces dhe se Zoti ka një mënyrë të ndryshme të vepruari me gjithë secilin nga ne. Me anë të leximit të Biblës dhe për mëshirën e Perëndisë, kam kuptuar se Zoti do të na përdorë dhe në të njëjtën kohë të na mësojë me çdo eksperiencë që jetojmë. Por ka një tendencë te ne qendjet njerëzore për të supozuar dhe imagjinuar në mendimet tona dhe që bën të mos lejojmë të jemi të udhëhequr nga Zoti për shkak të mungesës së mendimit të thelluar dhe këto mund të na lidhen shpirtin. Por Perëndia që është burimi i mëshirës bën që të kuptoj ai që ishte keq kuptuar. Pra duhet të analizojmë dhe të pranojmë se ndonjëherë vëmë në lojë e në pikpyetje ato që sytë tonë fizik shohin dhe ato që veshët tanë dëgjojnë. Dhe si referencë për këtë marr librin e Jonas në kapitullin 4, vargu 1 deri në 3. Në librin e Jonas shohim se Perëndia i vinte në dukje atij se ai duhet të kishte mëshirë me popullin,
por ai zgjodhi të marrë vendimet e veta, dhe kur Perëndia u manifestuar, Jona i thot: "E dija që je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri", duke i thënë në një pjesë tjetër se ndaj ai zgjodhi të bëjë ndryshe, duke ditur se Zoti është i mëshirshëm. Gjithashtu në librin e Zanafillës, kapitulli 20, vargu 11, ku përmendet Abimeleku dhe Abrahami. Abrahami zgjodhi një strategji për të ruajtur pozitën e tij, pasi kishte frikë, por nga ana tjetër Zoti pati shumë mëshirë me Abimelekun, ai sa i shfaqet në ëndër. Shohim se me të vërtet Perëndia ka mëshirë për krijesat e tij. Unë bëj këtë pyetje motër sepse ndonjëherë kur arrim një stat të caktuar spiritual, harrojmë se vëllezërit tanë janë në një proces duke përfshirë edhe njerëzit që janë jashtë kishës. Dhe ndonjëherë ne harrojmë të kemi atë dëmshuri dhe atë dashuri dhe supozojmë apo vëmë në pikpyetje pa analizuar, sepse për mua nëse Zoti na jep një informacion më shumë, është sepse ne duhet të lutemi për këtë. Ndaj do më pëlqente nëse thelloni më shumë me këtë. Mirë motër, ju thoni se njerëzit që kanë një nivel të lartë shpirtëror, atëherë do të gjykojnë të tjerët dhe por ndodh që nëse unë duke menduar se kam një nivel të lartë shpirtëror, sillem në mënyrën që ju thoni, që shikoj të tjerët dhe nuk kam mëshirë për ta, nuk i njoh as, nuk mendoj as, nuk i konsideroj, atëherë unë nuk kam atë nivel të lartë shpirtëror. Jam duke dështuar sepse sa më shumë pjekuri shpirtërore ose sa më shumë nivel të lartë, sido që ta quajmë, sa më shumë nivel të lartë shpirtëror të kem, aq më shumë jemi të mëshirshëm, të dashur, të sinqert, ne vendosim veten në këpucët e të tjerëve, në vend të të tjerëve për të pasur konsiderat dhe për të ndihmuar. Kjo është. Unë ndjej se me kalimin e kohës brenda meje ka shumë përzemërsi dhe dashuri për njerëzit, dhe unë i konsideroj dhe vuaj kur ata vuajnë, unë vuaj dhe i kërkoj Perëndisë, Zot shëroje, ndihmoje, jepi punë, mos i mbyll dyert në pjesën e punës, dëgjoj lutjet, dhe unë nuk di se si ta bind Perëndin që të ndihmoj njerëzit. Kështu që nuk është kështu. Nëse ne themi se kemi një nivel të lartë shpirtëror dhe unë sillem ashtu me njerëzit, atëherë nuk e kam atë nivel të lartë shpirtëror, përkundrazi jam në rënje. Jam në rënje sepse ai që ka më shumë nga gjërat e Perëndisë është më bujar, më i mëshirshëm, i drejtë, sepse Perëndia është i drejtë, i mëshirshëm, ai është i përsosur. Dhe si është Perëndia? Si është Perëndia? Atëherë nëse unë nuk kam konsiderat për njerëzit e rinj në kishë, ata që kanë disa vite në kishë dhe nuk ndryshojnë, që jetojnë në të njëjtën gjendje, dhe nëse unë nuk kam konsiderat që të ndihmoj, atëherë unë nuk jam në nivelin shpirtëror që Perëndia dëshiron që unë të kem, atëherë kam rënë, jam kthyer mbrapa në vend që të përparoj. Kjo është pra. Sa më shumë që të kemi nga gjërat e Perëndisë, aq më të mirë jemi në jetën tonë shpirtërore. Sa më shumë të kemi nga gjërat e Perëndisë, aq më të mirëkuptueshëm jemi të sinqertë, të ndershëm, nuk mashtrojmë njerëzit, nuk themi gënjeshtra, nuk jemi lakmitar as koprac, jo. Një person që rritet shpirtërisht, ndryshon dhe jeton mirë përpara Zotit, kur Zoti Jezus tha, më imitoni mua. Unë dua që të gjithë ju të jeni si unë. Kjo është të arrish të kesh nivel të lartë shpirtëror. Dhe në rastin e Jonasit, ndodhi që kur Perëndia e dërgoi, Jonasi pati frikë. Përse pati frikë Jonasi? Sepse në atë kohë, në epokën e Jonasit, kishte shumë profet të rrem, dhe shumë profetizonin shumë gjëra për popullin dhe për kombet fqinje, dhe duke qenë se ishin të rrem, Perëndia nuk i përmbushte gjërat dhe ata atëherë dilnin kundër profetit dhe i merrnin jetën ose fusnin në burg, i bënin diçka profetit. Atëherë Jonasi në një moment të caktuar duket se pati frikë, ndjeu frikë dhe ai mendoi, është e vërtet që Perëndia me të vërtet po më dërgon atje, apo janë gjërat e mia, është kapriçja ime. Jo, unë nuk do të shkoj atje sepse për më tepër ai nuk ishte populli i Izraelit. Atëherë ai pati një lloj frike, nga mendimi se ato që ai do të profetizonte dhe që më pas Perëndia në mëshirën e tij, sepse Perëndia i tha urdhëroi
se brenda 40 ditësh ishte, brenda 40 ditësh Ninive do të shkatrohet. Atëherë ai do thoshte, duke qenë se Perëndia ishte kaq i mëshirshëm, unë shkoj dhe u profetizoj atyre se brenda 40 ditësh Perëndia do të shkatrojë gjithçka dhe të gjithë do të vdesin, dhe nëse Perëndia nuk e bën këtë, atëherë menjëherë do më kërkojnë që të më vrasin, do të më kërkojnë që të më japin fund, sepse do të thonë se jam gënjeshtar. Kjo ishte ajo që ndodhi Jonasit. Atëherë kur Perëndia i tha atij lidhur me mëshirën, ishte sepse pasi Perëndia e detyroi atë të shkonte atij, atëherë atij u desh të shkonte, të thoshte se po. Dhe Perëndia i dha shembullin e një bime, dhe thuhet se ai po mbrohej me bimën nga dielli, dhe më pas një krim hëngri bimën, dhe kështu që i ra dielli, dhe atëherë ai u zemrua dhe Zoti i thot, mirë, ti vuan për një bim që u shkatrua, apo jo, dhe ti nuk trishtohesh, nuk ndjen asgjë për atë popull që unë do të shkatroj? A nuk e sheh se ata më thirrën, mu lutën, më kërkuan që unë t'i fal dhe unë do t'i fal? Atëherë çfarë mendon ti, se unë nuk do të kem mëshirë? Më thuaj. Jo, duhet të kemi mëshirë, e mësoj. Por realisht këto janë po ashtu shembuj që na shërbejnë edhe neve po ashtu, që nëse Zoti, let mos e lejoj Zoti kur këtë që të më përdor mua për të thënë diçka, për të thënë diçka të keqe dikujt, mua kjo nuk do të më pëlqej, që t'i them diçka të keqe dikujt dhe aq më pak që ajo të përmbushet. Atëherë unë them, por nëse nuk përmbushet, atëherë unë jam gënjeshtarje. Dhe nëse përmbushet, nuk dua që të përmbushet, sepse kjo është diçka që nuk është e mirë. Dhe kjo është ajo që ndodh. Dhe kjo është ajo që i ndodhi Jonasit, por me të vërtet ai nuk veproi me keqdashje, ai nuk veproi me ligësi. Mirëmbrëma motor, për mua është një nder të jem përballë jush. Pyetja ime lind nga eksperienca ime personale. Kur nisa të vendosja duart, kisha ndjesinë se Perëndia donte të fliste nëpërmjet meje, por unë ndjeja pasiguri për shfaqjen e Perëndisë. Nga respekti i madh që ndjej për Zotin, nuk doja ta zhgënjeja. Një ditë në një kult adhurimi, Zoti më tha përmes buzëve të mia, nuk janë fjalë njeriu, është fuqia ime. Në ato moment unë u çlirova dhe që nga ai moment Zoti më ka lejuar të shërbej me profecinë. Motor, unë kam parë se ky fenomen është i pranishëm në jetën e disa besimtarëve, sepse mungesa e eksperiencës, pasiguria dhe frika kthehen në pengesa për të filluar me profetizimin. Motor, si mund të arrijmë të çlirohemi në mënyrë që këta faktorë të mos jenë pengues në jetën tonë shpirtërore? Mirë, mos u shqetësoni sepse nuk keni nevojë të bëni asgjë, kjo është normale që njerëzit të ndjejnë frikë, të ndjejnë ndruajtje, por ndërkohë, ditën që Perëndia do që ju të profetizoni, do të profetizoni me frikë, pa frikë, me ndruajtje, pa ndruajtje do të profetizoni. Dhe kur personi të fillojë të shohë që do të përmbushen ato që profetizon, ose kur personi të cilit i profetizon thot është e saktë, ajo që po më thoni është perfekte, atëherë kjo ju ndihmon juve për të fituar siguri dhe besim. Atëherë ju nuk do të dyshoni. Nuk do të dyshoni sepse është normale që të vi frika, druajtja, nga të menduarit, a është ideja ime, apo po flet Perëndia, apo është mishi im. Atëherë vjen frika dhe mosbesimi. Por ndërkohë që ju profetizoni dhe njerëzit japin dëshmi dhe njerëzit ju thonë po është e saktë, gjithçka është perfekt, atëherë kjo ju jep juve më shumë besim dhe sigurim. Kjo është e vetmja gjë që duhet bërë, të prisni që ndërsa kalon koha me përvojën e profecisë, vetë njerëzit do t'ju thonë gjithçka është në rregull, gjithçka është e saktë, atëherë personit do t'i largohet frika, do t'i largohet druajtja, sigurisht duke folur për njerëz që me të vërtet Perëndia u ka dhënë dhuntinë e profecisë. Kjo pra, kështu që mos u shqetësoni për këtë. Po. Mirëmbrëma, motor Maria Luisa, zemra ime është jashtëzakonisht e gëzuar për praninë tuaj dhe për privilegjin që kam të drejtohem juve. Në emër të gjithë kishës së Miami Beach, ju japi mirëseardhjen juve dhe të gjithë shoqëruesve tuaj. Faleminderit për shërbimin tuaj. Pyetja ime gjendet nëse më lejoni të lexoj në Jakobin 4. Do të lexoj nga vargu 7 deri në 10. Po, motor, Jakobi 4 nga vargu 7 deri në 10. Po. Për nderin dhe lavdin e Atit ton,
Fjala e tij thot kështu: nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin, dhe ai do të largohet nga ju. Afrohuni te Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Pastroni duart tuaja o mëkatar, dhe pastroni zemrat o njerëz me dymendje. Pikëllohuni, mbani zi dhe qani. Të qeshurit tuaj le të kthehet në zi dhe gëzimi në trishtim. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Pyetja ime gjendet në vargun 9, motër Maria Luisa. Pikëllohuni, mbani zi dhe qani, të qeshurit tuaj le të kthehet në zi dhe gëzimi në trishtim. Çfarë do të thot Jakobi me këtë varg, nëse ju mund të na e shtjelloni më tej? Këtu ishte duke qortuar personat që kishin zemër shumë të ashpër, ishin shumë mosbesues, donin të jetonin në botën e tyre, në mëkatin e tyre, nuk donin të ktheheshin tek Zoti, ishin simpatizant të ungjillit të Zotit, dhe apostulli shihte që nuk shqetësoheshin, nuk ishte përpjekje apo kujdes nga ana e këtyre njerëzve për t'i pëlqyer Perëndis në çdo gjë, dhe për këtë arsye ai u thoshte se ata duhet të përuleshin, t'i afroheshin Perëndis, sepse në atë kohë njerëzve që ai po ju predikonte ishin judenj, ai po u thoshte judenjve që të afroheshin tek Perëndia, t'i kërkonin falje, të ktheheshin tek ai, të qanin, të pikëlloheshin, të ligështoheshin për gjithë mëkatin dhe ligësinë që kishin bërë dhe se si po ashtu kishin nënvlerësuar Zotin, dhe për këtë arsye ai i thon që të pikëllohen, të qajnë, që Perëndia t'i falte dhe ata të mund të afroheshin para Perëndis dhe të merrnin bekimin e Perëndis. Kjo është ajo që ai po u këshillonte atyre në atë kohë. Tani në këtë kohë me siguri do të ketë njerëz që nuk do të besojnë, që nuk u interesojnë gjërat e Perëndis, atëherë ne u flasim, i ftojmë, dhe sot profecia ndihmon shumë, sepse Zoti kur i flet një personi është vetë fryma e shenjtë që i flet, dhe Perëndia i bind njerëzit më shumë se sa mund t'i bindin vetë qeniet njerëzore. Megjithatë, ky është qortimi dhe lufta e vazhdueshme që ata kishin atë kohë dhe që ne edhe ne sot e kemi, duke i ftuar njerëzit që të jetojnë mirë para Perëndis tonë. Jo vetëm njerëzit atje jashtë, ata që ungjillzohen, por edhe vetë besimtarët që janë këtu, dhe të kthehemi me të vërtet tek Perëndia, t'i dorëzohemi Perëndis, të ndryshojmë dhe të kemi besim tek Perëndia dhe t'i pëlqejmë Perëndis. Kjo është ajo për të cilën ne duhet të sforcohemi, që po ashtu Perëndia të na japë gjërat shpirtërore dhe gjithashtu të na bekoj me bekime materiale, ashtu siç lexuam për Jobin, siç lexuam në librin e Jobit, që Perëndia e begatoi sepse ai kishte një zemër të drejtë para tij. Ne po ashtu sot që njohim veprën e frymës së shenjtë, duhet të sforcohemi, të përpiqemi që zemra jonë të jetë e pastër, e drejtë para tij, dhe pastaj Perëndia do të na i sigurojë gjëra dhe nuk do të na mungojë asgjë, dhe do të na ndihmojë të zgjidhim të gjitha ato gjëra që na mungojnë. Mirë, shumë faleminderit vëllezër, motra, shumë faleminderit. Do t'i lutemi Perëndis tonë dhe në lutjen tonë të kësaj mbrëmje, ju që jeni të smur nga çdo sëmundje, paraqitni në lutjen tuaj, paraqisni para Perëndis sëmundjen tuaj, ose të një familjari të afërt që është i smur në shtëpi ose në spital, gjithashtu ju lutuni për atë person dhe kërkojini Perëndis. Nëse keni ndonjë kërkesë, nëse keni dëshira në zemër, që doni që Perëndia t'ju plotësojë, t'ju përmbush, po ashtu edhe këto paraqiten para pranisë së Perëndis, dhe gjithashtu për personat që vuajnë nga depresioni, nga sulme paniku, ose që frymrat të këqij i mundojnë, që nuk i lejojnë të flenë, ose vuajnë nga mangthet, ose nëse ju mendoni se u kanë bërë magji. Mirë, edhe pse kur ne vim këtu
Në kishë, nëse kthehemi tek Perëndia Zoti, i pastron dhe i prish magjit, ato mbeten aty në vend të heshtura, por nëse ju mendoni se ende djalli ju përndjek në këto gjëra gjithashtu, do t'i vendosim këto gjëra para pranisë së Perëndisë që Perëndia të bëjë mrekulli në jetën tonë dhe të na çliroj, pra do të lutemi. Bekuar Zot i plot fuqishëm, krijues Zot i qiejve dhe tokës. Perëndia ynë, krijuesi ynë, bekuar Perëndi, i madje Zot, i drejt, i mëshirshëm, zemërbut, jemi përpara pranisë tënde, Zot, për të kërkuar mëshirë, për të kërkuar, Zot, që lutjet tona të arrijnë para pranisë tënde, që thirrja jon të arrijë tek ti, që ti, Zot, të plotësosh dëshirat e zemrës. Ka kërkesa, Zot, nga shumë dhe që këto kërkesa ti t'i shohësh dhe ti të plotësosh, ti plotësosh gjithë se cilit kërkesën e ti, hiq Zot gjërat që na mbajnë të lidhur nga trupat, nga jetët e njerëzve, hiq zinxhiret, hiq litaret shpirtëror dhe shkatro mallkimet, shkatro dhe hiq prish magjit, hiq çdo gjë të keqe që djalli gjithmonë i përndjek njerëzit me të gjitha këto gjëra të këqija, me të gjitha këto sëmundje, të kërkoj Zoti im që të shtrish dorën tënde të fuqishme shëruese dhe hiq Zot po ashtu sëmundjet fizike të trupit, ekzistojnë sëmundje të ndryshme dhe ti e di Zot që ka shumë njerëz që vinë në kishë dhe që vuajnë nga sëmundjet në trupin e tyre. Zot shtri dorën tënde shëruese dhe i ti duke çliruar dhe pastruar dhe duke shëruar dhe duke prerë çdo zgjedhës llavërie të armikut duke shkatruar veprën e të ligut. Na çliro të gjithë dhe Zot dhe na pastron dhe na ndihmo të vazhdojmë të ecim përpara, na ndihmo që të kuptojmë rrugët e tua, na jep udhësi, na jep inteligjencë Zot, për të kuptuar fjalën tënde, doktrinën tënde dhe për ta zbatuar, për të bërë vullnetin tënd, për të kënaqur në çdo gjë dhe dërgo gjithashtu fuqinë e frymës së shenjtë. Dërgo Zot dhuntit frymërore, të përsosura për çdo person dhe pastro dhe përgatit zemrat për të punuar në vreshtin tënd, për të shërbyer Zotin. Faleminderit Ati shenjtë. Faleminderit Perëndi i përjetshëm, hiq Zot të gjitha dyshimet, hiq forcinë, hiq mosbesimin, çdo frikë, çdo druajtje, jep udhësi dhe inteligjencë të gjithëve Zotin. Dora jote e fuqishme le të bekoj të gjithë. Dora jote e fuqishme le të çliroj dhe të shëroj. Dëgjoj lutjet Zot, të falenderojmë Zot Ati shenjtë në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur. Faleminderit Zot, faleminderit Ati im, sepse të gjitha premtimet e tua që ti na ke bërë, shumë janë përmbushur dhe shumë të tjera mbeten për të përmbushur dhe ne kemi shpresa tek ty, jemi para teje Zot, besojmë tek ty. Faleminderit Zot, nderi dhe lavdia, adhurimi qofshin për ty përjet. Amen, lavdi Perëndis tonë. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Nderi dhe lavdia për Perëndin ton, le të këndojmë korin që thotë të lutem, merre dorën time Zot.
toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Deri dhe lavdia qofshin për Perëndin ton. Shumë faleminderit. Zoti ju ju bekoft. Do të kërkoj Zotit për të gjithë ju që t'jeni të gjithë të pastër në zemër, të pastruar dhe të mbushur me të gjitha dhuntit frymërore, që t'i shërbehet Perëndis me zemër. Ju dua në gjithë zemër, Zoti ju bekoft dhe mirupafshim. Shumë faleminderit.